Përshëndetje Mezet Dashamir dhe ndjekës të emisionit tonë në Kënd me një Kosovën. Përsëri gjendemi bashkë, për sot do të trajtojmë një temë të veçantë. Pse është e veçantë? Për arsye se është një segment i rëndësishëm që shumë pak njerëz kanë ditë me mendu dhe me trajtu. Pra, ky segment ka të bëjë me trungun familjar, me shënimet në bamendjen e regjistruar të familjeve tona, që mund të themi lirisht e kemi si pikë të dot. Për më shumë, rreth kësaj teme do flasim me musafirin ton, i cili pas pak do prezantohet. I nderuar, mirë se na erdhe. Mirë se u gjete. Për publikun ton një prezantim të shkurt se kush jeni, çfarë profesioni keni pasur se keni dhe nga cila familje e nderuar jeni? Unë jam Skënder Luka, jam me profesion ekonomist në pension. Pension. Uroj që të gjithë të mrrin pensionin edhe me shëndet të mirë. Faleminderit. Ju i takoni familjes Luka të nderuar, që jeni rrit dhe veprani ose frimoni në Gjakovën tonë të nderuar. Po. Arsyeja pse ju kom thirrë sot në emisionin tem është pikërisht se e kam parë që ju keni ndarë nga vetja një periudhë kohore shumë të gjatë për t'ia kushtuar rrjedhën dhe regjistrimin, evidentimin e një monografie të familjes tuaj të nderuar. Kisha pas shumë dëshirë me na thonë, këtu para vetes e kemi librin të cilin ju e keni, monografin të cilin e keni punu, dhe njëkohësisht e kemi edhe një skemë që është shembull për trungun familjar. Deri në kohët e sotme që po bisedojmë, ndoshta në 10 vitet e fundit ju kemi mbet bashkë gjeneratave të reja, që me siguri që do të punohen të armën. Nderuar, a mund të na tregoni si fillim, ka ju erdhë ideja ose inspirimi për të marrë me këtë çështje? Po, patjetër. Shive, momenti kur kam dalë pension, unë kam pas mbledhje me shënimet e pjesën e dëshkrimet. Po. Pjesë tjetër që pas do prej familjes. Po. Dhe nisin fillim të pensionimit me mbrojtje monotoni. Po. Jo, ai ritmi i punës ishe, unë ndërprej nysë isha i përgatitur se kisha imagjinatën si pensionist, kështu që për një moment motivi për mi marrë me nxjerrje mbledh të shënimit, shkat mujë me mbledh, për me mujë me lidh, me harmonike, për ju bukur gjata. Mirë për gjatë punës, edhe kom zbulu, jam bevasu për gjanet e që kalojnë, shumë afër nesh nuk e shohin. Shumë vërtet. Për këtë të them që është obligim, duhet të jetë obligim shumë i lartë i çdo individi intelektuali, që mundësisht të i shfrytëzojnë të momentet e të dhënat e që rropatën rrugë, rropatën të nxjerrim diçka për vetë nga vlera jonë, nga e kaluara jonë. Mesanet ajo pjesë e jetës të shkon ta era. E the shumë mirë, domethënë rreth nesh ka gjëra shumë të shumta të cilat nuk i dimë dhe nëse nuk i trajtojmë. Dhe është përgjegjësia jone që përderisa jemi prezent në këtë shoqëni, ti kujtojmë ato, ti regjistrojmë ato dhe ti japim mundësi brezave të ashëm që të kenë diçka të shënuar dhe të argumentuar. Shumë vërtet. Kjo është, si thellë vetë, nga faktet e shkruara, po edhe të shumta të regjistruar në memorien e brezave, me siguri, duke u nis nga vetja ime, shumë kam dëgjuar nga gjyshit e tanë Shkruar për gjë. kur gjë, vetëm dëgjuar. Edhe na thuaj ti që krahas ty në mbledhjet e materialeve që ti në vazhdimsi ke bërë pas kohë. A ke arrit të gjitha gojdhënat ose tregimet e baballarëve tanë ose të gjyshit tuaj, ti argumenton dhe ti futesh në librin e monografisë? Po,
Po lëtimi ka qenë qash i thukt ka qenë lëtimi. Edhe bisedat që kom po, më thash që qëta që jem befasu dhe vete, jem qudit se si njerëzit në dzerë, në dishka pa pasë plan, rasisht hinë në studion e në dzerë një materiali që me shumë lera. Unë kom thonë, kom rëgohë po promovimi të një për palat e kulturës në Gjapon, kom thonë që gjdo qytetar i banor i Gjakovës, çdo familje mund duhet me pas letër njoftimi. Kjo letër për mua është letër njoftim. Shumë vërtet. Kjo letër njoftim i jep mundësinë me pa veten, na jep mundësinë me mat veten, me eduku me brenda vetes për eduku, kështu që duhet të qenë të përgatitur që edhe për gjenerat atash që vishme pas klasifit, e pas kënaqësia jo është për të keq. Unë nuk qem ndesh me një libër të ngjashëm tjetër që në këtë formë e pasqyron procesin e jetës time personalisht, mbretës së cilës jenë rrjedha deri ditët e sotit. Në librin tuaj monografi, domethënë e cila quhet Sagë e Llukave, a mund të më tregoni ose të fillojmë të trajtojmë këtë libër, materialin dhe përmbajtjen e librës, se ku është një fillim, një bazë që ju keni referu dhe sa është kohë për ju dhe hershme deri në ditët e sotme. Patjetër. Libri me seriozitetin më të madh i prej momentit ku kam shkuar në fshatin të Llukave edhe në fshatin Isniq. Kom bo beseda në disa kryefamiljarë. I marrë prapë shpejt kom që ndonat e mia që kem pas për i qyshit. Shka më ka lidhë, a shumë ishë qytetesh më ka lidhë. Nuk kanë lidhë dhe njerëzit, i dim që jetoj me ato materiale, jetoj me atë formë të që ka manë përgjithësinë tonë, për vetën tonë, manë vetën. Dhe ja vjen rastisht e disë këtë punë, dhe aty kom klasita që njëri mune që kom njësi këpes, me pasqyru një nisime të cilin mundë duhen të kanë përmandimin tim, çdo familje ta ketë. Ju jeni një smetari që ndoshta shumë kush e ka pas në mendjen e vet, po nuk ka pas guximin ose nuk ka pas iniciativën për të filluar. Dhe në këtë rast për familjen e juaj, ju keni bërë hapin e duhur, edhe që të përgëzoj për këtë punë. Dhe siç e cek edhe ti që në biseda me të moshuarit e fshatrave që ju keni pas rrjedhën e familjeve të uja dhe Isniqit, janë sinkronizuar informatat që ti ke pas nga gjyshri jëtë me ato të informatat të cilat janë dhënë pastaj. Por mua më intereson me ditë, a mund është në formë kështu kronologjike na flasësh për librin dhe për mbajtjen e librit, që nga baza e themelimit, se çysh ke gjetë materialet, se ku është fillimi i tregimit ose shënimeve të informatave në këtë libër për familjen tuaj. Unë kam shku me origin tim, kam shku në Lluk, te familja Nimodeve. Familja Nimodeve është e familje për Garrijet, Dervishaqe, familja Dervishaqe që është. Respekt. Edhe prej saj, ande kam shku, kam marrë, kena bisedu, dhe më ka lënë përshtypje atë një familjar i cili thotë që na kena qenë katolik dhe kena shtrëby kishës e Llëxhanit. Unë më habit që, se ku di që ka në Llëxhan kishë, unë më habit, adi tash më shku në Llëxhan jenë teshin taku me atë mjeshtrin i cili me ka rrullu podesin e kishës, kanë marrë me tu. Jemi eftu me ta, jemi tesh me ta, jemi eftu kënit se fillu me të tu. Ai tash më hapi unë një dëvanë të vete ku familja tine krishterë, cilët po ka përcjell të bisedet. Thënë, në mramin e parë, pas servicitit që këmë të jem ujë shpesh, jem ujë më shku një me bisedu më njerët, ka hapësirë materiale që
që thoni me kile, fakte, argumente. Fakte, argumente që nuk i din fare, nuk i din kush i din. E kam fillu librin. Të cilat vdesin me neve nëse nuk i qesim të shkruara dhe të argumentuara. Të vdek ta Sokornjaku vdesin. Absolut. Jeshaj. Edhe kam fillu natën e parë, kam bisedu, që timi kur i ri atëra, më i ri. Se kish ide njerë dhe se kur tu bisedu për tash me mu, nisi e mura dhe në background aty pakës. E ce këtë qëndrimi është djali juaj, i cili ju ka ndihmuar në gjanat e përpunimeve të materialeve, që respektojmë përpunimit që ka. Atëherë filloj me punu shumë, se nuk e lisha, se kisha një partner, isha vetëm, e puna partnerin, me punu. Do më thonë që e mërtu më libër në start, pa fillu me punu, Saga e Luka. Saga Luka, saga është një term japan, që justifikon periudhën. E qartë. Se më kanë pyet pse shkon saga, por nuk kem kom jap shpjegimi, kështu që tash bukur shumë. Edhe kam marrë me seriozitet, kam vendos qatë natë ditën e parë libër që erdhe prej deqane prej Lukës që erdhe. Kam vendos që librat dhe ta quaj, dhe ta emërtoj Saga e Lukave 1585. Viti kur kem ardhur prej Lukës, kem ardhur në Gjakovë, periferit Gjakovës. Periferia Gjakovës, i thënë në Qërin, aty jenë vendos njerëz. I pari njeri i cili familjes jonë që vendos aty, tash vjen të zbulu gradualisht, të zbulu gradualisht. I pari njeri që i vjen për Lukës, është bukur shumë. Pi referohemi se këtu do është ta më dalë, pi referohemi vitit 1585, që ju e keni marrë si start, ose si fillimi kësaj sage, kësaj periudhe, për dëgjuesit tonë, ku ju e cekni që ato si një fillim i ardhës të paret të familjes nga Luka në Gjakovë. Dhe kjo është një periudhë e hershme, bukur e hershme. Po ndërlidhna dhe kisha kërku me as mundësi sa keni, që nga kjo periudhë, tu ju referue dy emrave që i përmenëm pak më parë, emri juaj i nderuar dhe djalit tuaj Qëndrim. A mundesh me tregu për rrjedhën e familjes tuaj prej nga momenti kur te ceket 1585, gjitha ato informata se si ardhë familja u vendos, ai i pari që u ardhë, si ka zhvillu jetën, si u rrit familja, cili ka qenë aktivitetet dhe veprimtaria familjeve t'juja në zhvillim në sipër. Pastaj bisedojmë për në temë sa këtu. Me vendosjen tonë që libri ta ketë që të mërtemi, kam fillu, më u interesu matutje kodët familjes. Kodët familjes, ku unë i kisha shërimit paka shumë. Ku pas shërimit kur bërgjë që ka kërë studimet e Istanbul, probleme që ka pas me pushtet, nuk ka parë në shku në Damask, i ka në fru shku në Damask si ushtarak. Gjyshi juaj? Gjyshi juaj. Ku pas do materiale që konceptuar që unë i kom pas gjatë bisedës që kom pas ma herët, që rujt ato materiale shumë i rujt. Edhe përmes me periudhës kur kemë marrë i pari pa i familjes Marian Marko, shujt Marian Marko, i cili është vendos një kohë, mandajnë djali Marianit ka vazhdu shkollimin, ka vazhdu shkollimin në Istanbul, në Persi ka vazhdu. Në Persi. Për mjekësi ka vazhdu. Mjekësi. Për mjekësi. Ai kur kthehet, Ahmeti është zhvesh në Persi, është zhvesh, është bo sheh. Okej. Që është interesant. Po ai tash i ka dërgu fshatit që edhe para Persia, për fishit, për familjes tine ka ngell vetëm një motra tine ka ngell. Okej. Edhe ai tash
shkon Ahmeti në Marsi Gjakovës. Marsi Gjakovës me një familje të krishterë. Dhe bisedon me ata të fisht, Marsi. Marsi, bisedon me atë familje. I thoi që më së shini kosur, se unë për të martu me një vajzë që i marrë të ju me marrë, ju më bugati. Që ishë bërë këtë në të bugati ti, shef e të më marrë katolik, këtë. Ajo është gru shqiptarë. Bravo. Shumë të më thonë se, ka thënë, babgjyqi kur fërsh kështë spjegoj këtë rasin, është gru shqiptarë, dy durët e të kishë se i qeki me përgjithësi shpirtërore, me një dashni të veçantë dhe martohet edhe fillën familja jonë është gjotë, gradalisht, me fazë të tjera. Ti referohesh babgjyshit edhe tha që babgjyshi ka qenë i shkollum, edhe a më është paka shumë nështë me fort pak rreth babgjyshit e rreth shkollimit të tij, jetës që ai ka zhvillu, pastaj përdal në informat tjera. Libri është përfshin të dhona të kujt e jetës 14 gjenerata. 14 gjenerata. Pyetjen ju që më bëni tash të lidhet me gjeneratën 13-14. Do të thonë para 120 vjet e ke po. Babgjyshi ka kry këtu me dresin në Gjakovë. E pi prej Gjakovës ka shku në Istanbul. Istanbul ka qenë djeli i familjes, po ma gjonë, edhe ka njona, edhe ka baba. Po jo të ngushi, ka qenë visnjanë, paraset, po ka ma gjonë. Në Istanbul i ka kry studimet për filozofi edhe për gjeografi ushtarake. Ka qenë jashtëzakonisht i zgjuar. Jashtëzakonisht matematikën, këtu kemi pa diplomën. 19 që i ka pa diplomën. Një presidenteve më sukseshëm ka qenë i dalluar. Kur diplomon kë atëherë patër si ka sot, atëherë, sikur mishtonë dhe për pushtus. Normal. Sot që dikush me nëne e jeshën, tushit për mëni e ka qenë pushtus. Sot duhet me e këdo që ka qenë adhen, pa po më herë për. Ai e thirin, që thonë, pushtria. Pushtria se kohë, po. Me qu dhe komandanti i divizionit ushtarak në Danimark, në Damask. Edhe masi i kryes studimet këtë unë nuk shkoj atë. Ku dhe më quju, unë nuk shkoj vetëm në Gjakovë, ka të Gjakovët. Aty i kom le, aty i kom nevoj, dhe edhe për familje të më shku. Me zërë njëllin, me zërë nuk pranon. I thuj ki jesirë ki 14 ditën e pas vetë të ja përgjigjën me në, që të më arë me shku në Damask, ja ki të lashe me ne. Kësë shkona që marrë shti në burgë. Pas 13 muaj të burgët, paria qytetit Prishtinës dhe Shkupit bojnë kërkes në Istanbul, po. Me shu deri në Mamutokës, është i hasretit e Mamutokës s'ka e vla tjetër. Fatë përstisht është në ditë e mirë kur e shohin. Mi për që e shringi kur me një vekës tjetër, ja japin urdhrecën për masletës që ky nuk është me pas kontakt me një shtarsimi. As me thmi, me dhe heqin. Të me thonë, kam pas kushtin për më liru, që mos me pas kontakt me fëmijë për me eduku dhe me jep informata që ata për ta kanë qenë jo të mira. Dhe kur që Turkia kur që, babgjyshi tam, qafiri ka thonë ata. Qafiri të vëllë njeri problematik, njeri keq. Me për e shumë njeri qaj s'ka por heq, kushimi i matën, shumë i matën. Edhe, përqë përshton vjen fillën, aktivitete i fillën, tash fillën një fazë re e tine. Se qyteti Gjakovës, Sasanova në marrë nevojë si kryetari drejtori i arsimit i Gjakovës.
Kur punët e arsimin që kohës tash indirekt punën edhe paguhet. Aty Jo në mënyrë publike, por në mënyrë indirekte, kryen shërbime. Punën edhe paguhet. Kështu që fillon jetën pjesëmarrje edhe pse me probleme shumë. Po. Ma herët gjatë bisedës ishim duke pi kafe para se me fillu në emision me hi dhe te ky detaj po nalna që the në mënyrë indirekte nuk ka punu me breza dhe me fëmijë, po ka punu me mësimdhënës dhe i ka dhënë informata dhe i ka eduku se çysh mu bart mesazhet te brezat e ri. Ç'është vërtet, ka qenë ka punu ka gjetë formën se atëherë shive. Ai për folje për 150 ditë e fundit, me pushtus të shia, mi për sot dhe kërto, ai nuk ka mujtë pasin kontrol këtë hapësirën. Se ka pas këtë balkonin një tretë në Evropë, se ka pas të shia ka pushtu. Kështu që kë ka gjetë mundësi, ka ditë me gjetë mundësin, dhe me të përtu me gjujt këto qëllimet e veta që ka pas. Gjithashtu përmendimin tim ato janë patriotike. Se pa qenë patriot se mund është me rreziku në atë për shembull, kur është ndalune me ligj gjuha shqipe. Si shedemia gjuha shqipe nuk ka qenë e pranuar për turpë, ka qenë me dekretet veçanta. Janë ndaluar burgulla se përsekutuan njerëzit. Një jetë e vasë sikur se në shekullin e ri. Po çike pas me pushtuesit tonë. Për balën. Periudhë kohore dhe historina të ndryshme kemi kalu ne si familje dhe si shoqëni në tansi. Na sot këtu do i kushtojmë rëndësi kryesisht familjes, familjes edhe trungut familjar. Se di se do ishte e vështirë për juve, nderuam, po a kishe mujt ose sa kishe mujt mi përmend emrat kryesor të gjeneratëve, brezave, njëri mas tjetrit. Edhe pse ne kemi këtu në tavolinën tonë skemen e trungut familjar të punum në një formë të jashtëzakonshme dhe me kode, me shifra që nuk kum pa deri më sot një trung familjar të punum kaq bukur, të cilin do kemi mundësi edhe ta shtjellojmë pak më detajisht në forma ndryshme për syrin e shikuesit. Po në bisedë me mu, a mundesh me na thonë për shembull ti ceke djalin tan, po pe brezit babgjyshit, a mundesh me na thonë disa emra që përcjellin njëri me tjetrin? Po, brez mas brezit. Për babgjyshit, i ka pas është qytë Hasan, pastaj vinte baba i Hasanit, Mamuti edhe ka qenë thonë filantrop, njëri pasër ka punu me Gjivahirë. Me Gjivahirë, ka po gati njësie, për para kur kanë dhonë në bije, shku kanë pagu, kanë po gati njësie. A ka qenë shku i pasër, mirë për ka qenë dhe filantrop. Ka ndërtu 11 shtëpia, ka ndërtu për të varën, 20 e sa dyqane shqiptore. Gjemi i sërej në Gjakovë, gjemi i sërej ja galon, gjithashtu ka japë nime filantrop. Ai ka qenë deri i Sulejmanit, ta voli mima gjeneratë deri te. Ma vonë, Sulejmani ka qenë jurist. Jurist ka qenë. Mi po ka qenë edhe ai ka qenë tërktar. Edhe filantrop ka qenë. Vija në Gjakovë që ka qenë 60 natë ujë vije. Prej qashit vogël, prej hyrës ka anë e veriore qytetit, deri në dalje qytetit Gjakovës, ujë, jazin. Po jazi që ka tonë, kemi... Aje ka finansu, kurse projektin e këti jazit, e ka vënë një gavrosi Pisinanikit, një grek, arkitekt ka qenë. Arkitekt i Greqisë. Jazi ka qenë 7 km i gjatë. I gjatë e ka përshu qytetin këta, jo lunë, ka dhe lunë. Lunë e ka, po jazi ka qenë në përshpia. Po, unë e di çka është jazi, dhe më thonë për brezat e ri që mund të mos të dinë, dhe më thonë ajo ka në formë punume, dhe më thonë kanali veçantë, i cili ka qarkullu në për qytetin ose fshatrin ose në atë kohë qytet sikur edhe sot.
Për arsye se Gjakova njihet si qytet, edhe ka kontribu, Sulejmani. Po, Sulejmani me profesion jurist, por edhe tregtar. Fal pasunisë që ka pas, ka kontribu për shoqërinë në atë kohë. 3 vjet ka zgjat. Po. 3 vjet. Procedura. 3 vjet ka zgjat. Hasani Hyseni. Bukur. 2 studiojnë mjekësinë në përsi, kthehen në Gjakovë. Shërbejnë edhe për Gjakovës prapë të shkojnë në Egjipt shkojnë. Në Egjipt takuam me këshillit e Tahir Efendi Lukun e parë, se i pari. Takuam edhe Tahir Efendi Luka në Kairo, atje këta mjekë që i vje këshillit e 3 vjet i zojnë, gapet kthehet, Beqiri kthehet. Edhe mana i vjen Hasani edhe Hyseni prapë kthehen në Gjakovë mas shërbimeve që kanë kryer atje. Mirë shumë. E cekët, deri me këta 4 emra, 5 emra që i cekët, patët jurist, patët filantrop, patët jurist, dhe me siguri që familje shumë e shkolluar dhe edukuar në brez mas brezi. Po më pëlqen ideja kështu të shku të poshtë me emrat dhe për secilin nga pak informacion. Se kemi nevojë të dimë çfarë njerëz dhe çfarë breza kemi pas të edukum dhe të shkollum për kohën që ka ekzistuar dhe sot që jemi në shekullin më të ri, që një farë lloj diferencë me pa na se gjithmonë na familjet tona na kanë shkolluar të edukume, të arsimume dhe i kena kontribu vendit. 2 bineq, domthon Hasani dhe Hyseni. Dhe ceket që ata me arsimim kanë qenë mjek. Dhe ceket që kanë shku në Egjipt kanë kryer shërbime, janë shkollu dhe kanë shërbime. Dhe a mësh me na tregu mas janë kthyer se gjatë periudhës shërbimit tyne në i detajt të rëndësishëm të Hasanit ose detajt i rëndësishëm të cilin unë e kom gjërmu me Sabri Gotën. Me Sabri Gotën. Me Sabri Gotën që kom gjërmu. Ma ka dhënë si informacion. Të mësidu në mashtutës në Borgjorë, kom mësidu, edhe i kom thonë që vi përse familje. Kota Luka kota Njanin. Njanin ka Luka, sorry. Edhe thash, për një, i kon doktor thash, Hasa Luka, Hasa Luka ka qenë mjeku i Alipar Tepelinës, i konsorciumit Alipar Tepelinës ka qenë. Hasani ka put kujt. Mas Alipashës, Hasani ka put koka. Ati ka put si i dyti masirit, ka qenë mjek një Francesc ka qenë. Sfikon unë në shmeta bëfasonë. S'kisha ta shka më isha në ra zonë bime një dhone që ka qenë fatkeqësi e dhone me fatkeqësi po ka qenë në një pozicion që për shembull shumë kush ose fare pak e din këto informacione. Këtë shërim e kom rujt mirë, e kom djerë, kur punu libri ma tuti që kom po atë rënditje në librit, e kom përzotut dhone. Dhone që për këtë arsye duhet argumentu dhe duhet shënu. E vota shë amin e të shpas emin Esma. Po. Inderum se me siguri se gjatë bisedave dhe kujtesa na adreson periudhat ndryshme dhe ngjarje ndryshme, po ne e tregojmë në rrëfimin e doktorit Hasan dhe pesha dhe ndikimi dhe lujtja e rolit të detyrës që ka pas pranë Alipar Tepelinës. Dhe brezat pastaj që vinë një mas një deri në ditët e sotme ku jeni ju brezi prezent bashkë me djalin qëndrimin, ka shumë brezat që keni kalu dhe si që të sejkë edhe ti në bisedën tonë të lirë për te kamerave që në këtë skemën që e kemi këtu para vetës, dhe me thonë dhe në këtë libër që ju e keni punu me shumë për kujdes. Janë dikun rreth 100 persona, 103 persona të përfshim me emën dhe me mbiemën dhe me kodin e tyre të përcaktuar. Po.
Kisha pas dëshirë me të kalu pak këtë pikën e rrjedhës familjare, po du me të bëj një pyetje. A ke informatë dhe çfarë informate mund me na ofru neve, që për mua është interesant, që rrjedha e familjes tuaj, Luka, në periudha kohore të ndryshme. Gjatë bisedës më herët ke përmend personalitetet ndryshme, si Hasan Prishtina, Baram Curri. Çfarë informata sjell familja Luka për këta emra, qoftë nëse ka pas ndikim, ose qoftë nëse ka pas në informatë që është e rëndësishme, që mendon ti që nuk e dinë shumica e njerëzve. Po. Informatë që shumica e njerëzve, jo, kush nuk e din këtë informatë, është çështja e ardhjes së Abdelbej Fasherit në prezent, në rruga që arë për shku prezent, në Gjakov. Ka arë për kohën e lidhjes së Prizrenit. Apo? Apo jam gabim? Po, kohën e lidhjes së Prizrenit, pas u shpall platforma e lidhjes së Prizrenit, ai ka ardhur ka Gjakov, ka rruga e jetë e Shkodrës, si kanë thonë. Në Gjakov kanë nejt dhe kanë bu konjak te Koronisa. Po. Ahmet Koronisa. Ahmet Koronisa, po. Me Ahmet Koronisin ka qenë pari e Gjakov, që Suleiman Oga. Po. Mane ka qenë të për Gjakovës tjetër. Kjo ka qenë trupa e përsjellse që ka përsjellë Abdelbej Fasheri. Nuk është kukun shpërmendet që kur Abdelbej Fasheri, kur ka shku prezent njësit, e përsjellë ka najt soj kur sa kuj proceduar, rapo këty në Gjakov edhe në shkolla. Kërkush të se ka për... Këtë detaj, ka thonë Javazit. Pajazit Mushi. Po, akademik, se jem konsultu shumë, edhe që ka thonë një element shumë i vogël, me të me thonë e sot ma, të thonë që kërkush nuk ka justifiku që nuk ka flejtë në prezent Abdelbej Fasheri. Ka arë, prapë arë ka flejtë Ahmet Koronisa. Dhe kjo më humlen për shtypje që edhe në atë kohë, dhe me thonë, këto veprime të tilla e mba për me pas sigurinë e mirëfillt të duhur, për arsye se konakun e ka ba në vend sigurt, shërbimin e ka ba atje kur dash me ba në kongresin ose të lidhjes së Prizrenit. Të vjetin Prizrenit. Po. Mirë shumë. Ma herët e kemi bisedu diçka për Baram Currin, ke përmend një informat lidhje për Baram Currin, ose nëse nuk jam gabim diçka. A ki diçka me thonë që si familje e kam bërë një mesazh që... Po, kom një mesazh për gjyshi për hatës Baram Curri, e ka bërë një qëshim. Një qëshim e për hatës Baram Curri. Për gjyshi juj? Po. Baram Daklani, masi kërë kanë myrë lavë të gjemija në më të pashës, kanë myrë për lajnë tjetër e përqarë, i ka thonë për qyshit jam e ka që Shamini, ka që për mitë, ka dash me forës me marë, motërën e marë. Që dhe me skjuj, me skjuj që shti më vajë, se kom edhe unë nga tru më ty, Baram Daklani. Kthehet, qënë fjallë Baram Curri, kuj hyp kallit të shkon të takohet. Hiq për qafë atë kodështë se zumejnë Belejme të. Ka thënë, ko Beleja sa një ka, që Beleja. Mi që fjallë një moteve shashi për që të, 400 vetë në vinë qëtu, për 3 saat. Ndash me shpall luft me zveti, unë i që për më shpall luft me zveti. Hek dore. Po, dhe më thonë detaj që në kohën e... E ka kuptu se në kosh një ngritin, e ka ditaj. Ka qenë një intelektuar, a ka qenë luftar, tjerë. Por në kosh mund e shmu që ka qenë luftar. Absolutikisht, po nuk ka pas ngritun si intelektual që me ndu gjonat metshëm dhe mirë. Edhe një rast tjetër, kur ka njap shkrijet parë me Mamil Babgjyshi. Me Mamil Babgjyshi? Vinë besisi shpinë e marrin Babgjyshin e lidhi.
I thë gjyshe eme, ka qenë e motra e daltokës i Beqet, ku kërshlik I njothën në orën si unë marqis madhe. Gjyshe eme ka qenë motra e daltokës. Ata kanë lyp me parë në likvidojnë. Një kushi joni të hektarë ka qenë, unë japi 60 dukat. Shkoni në meri, ato e likvidoni, që ti mbrët të klasit. Edhe përshka, thjesht, përshka gjyrezis. Ku është këtë gjyrezia? Nëse në kusarësit, me 2 nona 14 mashjena, a I vetëm, se në po, ka që respektuar. Ata se kanë ditë, unë atje që ka panun për paskene, se kanë ditë. I thëtë të bashkë që në le ka dalë, të thëtë zotëri, se që që ka folë së vishtë, se ka I tonë së vishtë, ka pas dajtë për së vishtë, për Beogradi, për nishtë ka pas dajtë. Tash për pak e stajtë të spikojë të punë. Në ku përmë qënë jetë, për të qojë me së krymo, dhe Shekë, jeni ka të qënë me mitë, unë për ti vishë për të më dekë me rikë sa pare keni marë. 16 dukat, 16 dukat. Unë japi 2 ka 16 dukat. 2, një ka 16, po vishë me një kusht. Kupil, me një kusht se japi. Kush është e një që ka jaftu këtë parë? A I dhe të jetë. Jeni Selimit, Selim Kësare, Gazda Selim. I parë, edhe I sa një kush që të që. Parë që ka japa mja këthy, mja qunë ndërë mja këthy. Edhe këtë 16 qertë japi. 50 copë, 50, atë shkijet me plashka. I shpato Selim Kësare, ku të dhe në pas kanë marrë në qarë. 3 vjetë, ka ndori varënturi, 3 vjetë nuk u dorë se ka. 14 vllazën, me 2 nona 14 vllazën. Shpije madhe në gjako, për këtë gjest I leqitën për familjes. Kështu që, ka qenë, kur oranë zërë, ka që fjallë varënturi se, ka qenë një që ta ka zhjitë problemin. Po normal, është ka njeri kohës, njeri që ka pas respekt, një ka pas pushtetin, një ka pas të gjitha. Ku ka vlu duar... Po, kjo. E ceke I ndërum se po ndërprej këtu. E ceke dajtë në Beograd në Nish. A mu është pak më në shtjelu që të punë? Si është punë? Këte, familja Kastrati, për I Nishit, ka qenë familja porënarë të gjysën I Nishit e kanë pas Kastrati. Kastrat? Familja Kastrati. Edhe aty ka qenë Ymeri kryesori, pasi Haxhi Ymeri. Këta e familje dajme, po? Dajtë e babgjyshit. Dajtë e babgjyshit. Ata I shkun, I pjesët e në madhe të Abdullahi ka najtë në Beograd, ka pas. Beograd. Gjysën e kësaj shtetitorët Beogradit, që marrë që ka pas 2 vjetët. Toka, pasëri, ka pas objektin e burgis e kësaj. Cili vit kohor, cila periudhë kohore u kanë këtë që pëthu e kanë pas gjysmën e shtetitorës Beogradit? Ka qenë 1850. Okej, 1850, afërsisht. Afërsisht, ka qenë 1845. Ka qenë, ja pa u bu provincë Serbia, ja mesi u bu provincë. Si duket, mesi është bëhet provincë Serbia, 37-shën, dhe këta I largu, I shku Nish. Kër I shku Nish, Abdullahi nuk ka dash më këty, edhe në do në më shku në Gjakov, më ngulitin Gjakov. Shkoni, vinë Gjakov, të e blejnë, këshim pasë mishësore, fillon jeta. Normal. Unë e kam përjetu për të në familjarët, të mramë të në, kam përjetu ishin për param, në shpitor ishin. Do më kanë ardhur, kanë vizitu, po... Doja lëk. Doja lëk, që ashtë. Doja Lasina ka qenë, a I futboler, trenieri, futbol që ka qenë, I Lasina, profesori. Okej. A I ka qenë nipi I Abdullave. I Abdullave, po. Morin Abdullave,
thirrën Magatë një herë më papa dhe që Abdullah, kastrati Morina. Po i kanë 2-3 anë, po, Gjitë me po, Magatë. njëna me tjetër. Është shumë interesant që mu ka përqyjmë ka drejk, më kanë irritu të këshin vetë vete, në shku edhe shtash, kësaj dhe pse linur u votu që sa vjetë, jem ka më nejri më votu shka se ku më gjithë shënime tjera, kada dole me mujtë i formulu, me qitë edhe i vitë. Bukur shumë. Inderuar Skënder. Rrëfime ndryshme, periudha ndryshme, po gradualisht të bë pyetje dhe po më vjen kuriozitet me ju pyet. A më shumë në thonë pak me në spjegu çështjen e ESMO-s, dhe më thonë, kur e ka ba një ndërprerje të ndërhyrje të... Suvelia që prehet smuja që ra kjo, epidemia që... Malaria që ra. A mund pash me në ashtjelu që të pjesë, se të qysh? Po këta e kënë doktorë, edhe dy vllazë, vllavi edhe Hoxha edhe vllavi, kanë qenë mjek. Do mon Hasani dhe... Apo... Brezat ma tafet? Ma se që ma lërë. Po? Kanë qenë ata ku Turqia ka bë eksperimente në situata krize, ma shumë që ka bë disa herë, ka shpërnda malarin. Po. Kur ka shpërnda malarin, ka lypë rezultate sa vetë për 200 për malarin, ka të 3 vetë ndekë këta. Qysh mërë 3 vetë ndekë dhe kina pru këto, kina pru... Virusin e kohëve të sot, malaria, po? Kina pru 300 vetë në miti 3 vetë. Dikur ma vorë, s'ka mujtë të marrë vesh konspiracioni, dikur marrë vesh doktori Hasani, e ka prej me esmojnë, esmoja kone që e ka prej lijen, këtë malaren, që të që. E ka si me ka thëmu, të rak me qipa këtë gjatë, edhe me marrë frim. Edhe si ka ra malaren. E ka gjithë famulin, e ka gjithë. E tash edhe sot asë ditë në Serbi o koni për njemi ku të dhe mbrak që malare, Serbisht e malare jome. Smuja e mbrak që kjo smuja sepse, su gëtot, tash emi e që kjo dhe Serbisht malare. Në kostën e ko që ashtu të kanë bu be, njemi smuja e smos. Okej. Smuja e smos e mbrak, në kostën e... Detaj i rëndësishëm se gjatë rrugëtimit. Po rrugëtimi i jetëve tona ka shumë zhvillime, shumë ngjarje që nuk janë shënuar, nuk janë evidentuar dhe më merr interesant domon ky detaj për atë arsye të kërkova më sqaru. Qysh ka arrit në penjorive që kanë pas si mjek, edhe me gjetë atë moment që me bani ndërprerje të smundjes të atij virusi. Unë desha të tash edhe familja jonë e ka pas veçëndrimi e smuhe. Faktikisht një spital turkën në Gjakovë. Po? 11 oda i ka pas me smuh, nimet por 2 kaqë shpia. Familja jo, do më thonë, e ka pas një formë, një spital, se cilë ka trajtu të smutit. Smutit, edhe ka rimu shumë të smuthe, ma është sa ka mujtë kohë, se ka qenë pështirë. I si mujtë të para 200 vjetë me gjithë i shka moderne atje, po e shef që profesionalisht e ki një përpjekje që e la shajnë e vete. Inderum Skënder, kështu për të quj se pe kam ljerin. Faleminderit. Do më thonë, kjo lloj spitali që të seke, ekzistojnë diku në gërmadat apo informata rreth kësaj ose ndërlidhet diçka që mundna me ditë më shumë për kohën e sotit? Po. Është më të shërimit, teqja është që mosas. Teqja? Po, është që mosas, i ka thonë. Teqja jonë. E dhukave, aty ka qenë qatë objekt, është që mosas, e kanë rëzu objektin e vjetë, e ka marrë 3, po është i vjetë, edhe kjo është 150 vjetë i ka, si objekt. Edhe, që aty ka qenë stacionu në smutë. Që spitali.
Nëse ka jo spital, por ka qenë vetë qëndrimi ku Një bujtin sukur për cilën e ka Afrikë që që afrikanë që shoj Po. kujdesi që shoj, ka qenë kujdes, po ka qenë sukses për punë që kujdes. Ajo ka qenë një bujtin e familjes juaj që ka ofruar për shërbim, për smutit. Ka punu vetë atë, që ka punu, ka punu vetë, ka punu, kanë mjeku, kanë shëru, dhe çaj objekt ose ai objekt ta çujone për shkollën e sodit, sa do të teqe. Domethënë quhet emri? Është në teqe mbrojtjen e shtetit, është? Tani. Po, domethënë për kujdesin e trashëgimisë kulturore. Është, po. Bukur shumë. Domethënë në atë që ka diçka që dëshmohet që është pjesë e juaj, familjes t'juaj si familje Luka që keni bërë shërbime ose po në data tona kur shu teqe. Po kur keni alon teqen. Po. Na kena pas teqen në prontonën, diku deri në fund të shekullit, në fund të shekullit 19. Fund të shekullit 19. Po. E kemi pas për aty mandej e kena vonë dervishit përpara se këtu teqe tarikatit nuk shitin as nuk vlen to i vet apo merr teqen po jo po s'kam dorë mas dore ose besimtar po të besimtarëve kuptosh po që ata e kanë vonë teqen pa kufra kompenzim hiç vetëm nëse previzion teqen prish varrezat e tona. Do të thonë varrezat e juaja janë aty në teqe, po. Varrezat e 11 gjeneratave kemi aty. Në teqe. Në teqe. 11 gjeneratave ne jemi shku atë familjes Haxhi Shemusas. Po. Ai shkon familjarë joni. Po. Ai ka shërbys dervish shkon. Po. Tash këta e kanë lut apo të një marteshin, se atë familje vetë kështë pasë në rëvec, teqe të rëvecit familje. Ti më bëni po familjen, apo do mi marë, as po do mi marë, atë s'ka një përgjegje. Ki më vesh nesër, ki më shkun teqe. Po që sabi se, i kanë kodin e vetë. E kanë kodin e vetë, po. Që ata të cilët i besojnë dhe i njohin edhe dinë. Që sa shkanë gja, para disa vite, para 3 vjetë, dish babaj. Babaj, po. Kush babaj ka pas një përsel vete, po si ka kalu këto fazat e i thënë pjekuris. Pjekuris, po. Një vjetë na e bo një shërbim, sta unë shku si një shkullu unë. Për të në 10 vjetë, nuk e murë kush e veshën, dervishit. 2 vjetë e ka prit të vetë, mi ka zi që ka shkallaj, ditën e pa e shakë Mos i met bësh disa emna të cilët nështë ta duhet t'i përmendim, e i përmendëm disa breza, disa emna, edhe i dham disa informacione për ato personalitete, që u cekën Sulejmani, Hasani, Beqiri, për shërbimet edhe shkollimet e tyne. Në kështu informat kalim thej, kisha pas qef, nëse mundësh, prej qatë ku e lam, mi përmend edhe disa emra të brezave deri sot ku jena. Deri te ju si Skender edhe... Po, kemi... Për arsye se kjo libër ose dhe kjo ky trung familjar është bërë nëse s'gaboj para 10 viteve. Po. Domethënë tash kuptohet, gjithë brezat pas kësaj periudhe janë të pa i vetëtuar, po që do të punohen në të ardhmen. Na për gjenerat prej pavgjyshi po një. Po. Pavgjyshi, baba im ka pas edhe një dy vllazën ka qenë. Na ke pas një 3 vllazën prej babës të kujtim të hoqës 5 ka qenë. Edhe atë ka shku shila në gjenata të kujtim mas gjivdeti, në shtetit e jemi rëmë të shpesme si një marrë shi. Ta shpeshkun në rritje ma shpejta. Shumë interesant, pëtojnë krizë, ora në vejteti, shpër të ranë vejteti. Familje me për edhe djerë, që pasë në fëmija, Bukur shumë. Me siguri që na shumë pak kena mujt me folë rreth
ngjarjeve të shumta që ju si familje keni kalu, edhe si rrjedh e familjes, si trunk, se vetëm për të pa kjo tregon shumë, vetëm për të pa, se jo për të folë për secilin edhe për të tregu për secilin. Këtë librin e Rom që e ke punu me jashtëzakonisht për kushtim, që unë e kam këtu në dorën time, sa dhe shoh, por kemi bisedu në informacion kështu në bashkëbisedim. Tu ka shumë informata të rëndësishme, sa që doja preferoja secilit me marrë, kush ka mundësi me marrë me lezu dhe me pa biografi të mirëfillt, sinqert familjes tuj. Që çdo familje do të me pas lakmin dhe me ba një monografi të tillë. Pash personalitetet ndryshme, pash informata të ndryshme, Gjakova në fillim të shekullit të 20. Për shembull, çka mundesh me na thonë rreth kësaj teme, diçka që ju si familje keni pas ndikimin e juaj? Gjakova është shekullin e 20 është koha të mirë. Për 1900 i ka përjetuar kështu. Mirë po, ajo është kohë shmërësi që një plejade njerëzve që kanë qenë përpara, shekullit 20, shekullit 19 që kanë qenë, jenë përcjellin, familjarët e të një përcjellin dhona, dhe nuk kanë lënë që të shuhet ndjenja, për dhehur, për vlera të ndeshme. E ka shtypë të tje, ka shtypë. Për këtu të kanë dalë shumë familjarë, shumë njerë, dhe të ashtë qirë, është kështë një periudhë e veçantë. Për 1900 që dhe 2000 që shemë. Një periudhë e veçantë, ku kanë dalë njerë nuk e nalë. Unë që mi qyrë në formë ma përmbajësore, pa shumë e peshë që ke periudha, për 5-6 gjeneratër e më. Shumë e peshë është. Dhe se është lëvizja, që është shumë rëndësi lëvizja. Jenë krimet, jenë angazhimet, përpjekjet, buxheti, besaroj që lëvizja ka pas buxhetin e vetë. Lëvizja ka pas buxhetin. A di qyshe e kanë bu? Spjegona. E kanë bu, jenë dalë kanë ble, jenë dalë kanë ble në për qytetin, shqytorë që kanë marrë. Kanë buvullu shamijet, i kanë qufë shamë, po të 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 përshëmi qaja. As i kanë këqyrë parë që kanë marrë buxhetit. Ka pas e njëri veçantë për shamë, ka qenë në Gjakov, ka qenë familjet Greza. Ka qenë që ata i në marrë, ata i kanë ditë shumicin, krejt ka e shku parë, po më ble armët e në Austrije, po më ble... Dhe më thamë, mënyrë të organizume, shumë të organizume, mënyrë shumë popullore, konspirative, i ngërmbullu mjetët, kur se ka ditë, po i ka funksionu. Si e ceke te figurativisht përmes shamijave, dhe janë adresu, dhe më thonë, familja Greza që e ceke ka organizu këtë zhvillim, ka pas këtë përgjithësi. Kërësisht këta Grezat kanë këtë për të grëmbullu buxheti për organizimin, armatimin dhe gjitha. Minimat, se ka pas kërën vapni e madhe, problemet dhe është parashqit për shemë, jenë të familje, shumë keqë, minimat e ka litë rolin e vetë. Ka funksionu fërmarja, ka qenë qesh konspirative, qesh interesante, ka qenë që ata që e konë akteri kanë ditë. Njerëzit e qëdit kanë erë nuk e punë, i qëdit për ka funksionuar. Bisedë pas bisedë, rrëfim pas rrëfimi, edhe unë po mundona përka shumë me lexuar disa detaje nga libri, që ka të shumë. Këtu isha në fotografi Hasan Efendi Lukën me bashortën Ziba Bega Luka. Beqa, falë. Beqa. Dhe më thonë gjyshje dhe gjyshja. Po, me njëherë, këtu e kam besatimi i Gjakovës me 5 tetor 1945. A më është më na folë pak për çështje?
Kjo është. Se vetë fjala besatim është një fjalë e madhe që mund të ketë një rrëfim të rëndësishëm. Kjo besatimi ka ardhur ku fal Barami, ka marrë më çu ka bëjë ka sanoga. Ku po shkoni? Gjimote. Uri kreta atë. Ku në ka marrë shkallë, bëhet fjallë. Vitit 27-28 ka marrë shkallë. Do thonë, i thëtë, që ju hi, ka përkështu. Thëtë, ne du me gjithë rrugën që shmi atë qafë ti. Po. Jo me ikë më së rrugë në shpija. Do të më ballafaqosh shumë me probleme. Tonë keni më marrë këtë probleme. Po. Edhe 136 krye familjar, edhe ty ne ka dhe katolik. Po. Katolik edhe shqiptar ortodoks, 2 shqiptar ortodoks. Po. Kanë marrë dhe kanë shkruar që do të japin çdo gjë që është e mundë për njerëzit do të 137 krye familjar në shkruaj që Besatim. Po. Edhe fillon pia Hasanogës, besatimi. Po. Kthehet prapë te Hasanog tjetër. Po. Sekretari që kam përcjell këtë rrje është Hasan Efendi Njahi. I treti, tre Hasana më. Hasan Efendi Njahi është ai sekretari. Po. Është edhe që ai kote. Hasan Efendi Njahi është që ka lituruar vetë. Po. Vetëm se e kanë në shkru që të rreshe. Që të rreshe ku pasur deri vonë në shtëpi për 20-30 vjetë. Se kush kam ka shku nuk t'i që veç. Shumë në moment shumë njerëz të unë shumë trishtus, shumë bune nervoz neve ku ta kujtoj që se kom që tjetër. Po nga tru diku në më shef, me siguri se uroj që të gjindet për arsye se është dokument për ty i rëndësishëm dhe për historinë. Qyteti mobilizohet kreta me mundësit minimale minimale për nuk dorëzohet. Ky besatim ka qenë rëndësishëm që u bën në ditë Bajrami, pasi u fal Bajrami dhe i nol burrat kanë marrë një besatim. Mu po më intereson normal që për më ballafaqu mos me gjetë një rrugë me t'i kalu pushtimin serb që ka dash me shkatrua me cili ka qenë thelbi kryesor që është besatu u arrit këtë besatim për interesat e shoqënisë qytetare për të ardhmen e vendit. Cili ka qenë thelbi, domethënë për çka u besatu ose cilat janë kanë synimet e besatimit? Synimet e besatimit kanë qenë që çdo familje me mundësitë e veta tash me mundësitë që rasti është 44 është situata që unë e kam 44 mos i marrë lufta. Po. Ne duam me mendu për fëmijët tonë. Fëmijët tonë duam mi shkollu këtë. Mi shkollu. Tonë duam mi shkollu. Ka të Hasanaga qysh mi shkollu, duam mi shkollu. Pik. Duam fëmijët mi shkollu. Në kofti shkau nëjna gjë se e ndi kalaj. Edhe nuk do të desi. Po. Do të thënë i jep shumë prej. E prejni kjo. Do më nga që një vendim, një besatim shumë e qëllun për arsye se është kuptu që tendenca ka qenë me nal shkollimet, me nal... Dieta, tashti, njëtin program që kanë pasë gjatë 58-59 gjatë dhejqin, e ka apliku Fadil Hoxha. Fadil Hoxha, po. Pasë nënëshën e ka apliku. Shef, Fadil Hoxha e ka apliku këtë program një fol pak ma përfite. Jo, ata ka dhonë mrekulli kanë bo, ata të parë, kjo e ka japë komplet. Dhe ka caktu njështë të vetë në 7 qendra originale. Për matin e qendra, për kryesor qendra, edhe shtëpia ku këtë manifestit të në bohu po gjakua. Në shpit Fadil Hoxhës. Në shpit Fadil Hoxhës. Mi qu të fmit këtë për futashi që është mi qu s'ne japin bursë, si një bursë, në shka mi majtë fmite, rëllojnë. Këtë punë ka të dalin. Dhe ka fillu pi 57 që se dhe një 56 ka lek qilin e thilë. Që thojnë, qilin e thilë. Pi 57 fillon Fadil Hoxha morë ma tepe ka Gjakova, mu taku shpit vetë me pleqe me taku. Me javë mësi, kom
16-25 dukat të më tepër të kom. Kom qëto krejt i mbjet me vend, i materializojmë, i qojnë shkup, i qojnë, i nxjerrin parë bursët. Gjenerata parë që ka kryesëdimet në Beograd, jetë të parë, njëri pashtrota, jo, po ky pajazitje. Pajazit Nushi. Po Pajazit Nushi. Zekriaciona? Zekriaciona i takon në i breze, apo ma vonë? Jo, i takon. Pak shumë ma vonë që tyre. Po. Tash s'po kujtohen emrat. Okej, e kuptueshme. Ky model ka funksionu normal. Ky model ja ka thënë qafën servis. Oni përmend ka se që e ka thënë qafën. I kena mashtruar Macedonët. Disa herë me këtë model. I kanë ndruar emra fëmijëve për që shkollë se universitet s'kishim shkup universitet e kishin ka Boskëndije me një emër. Po të kuptoj. Jo shqiptar. Do të thonë është dash me ndru emërtimet për me mujt me shkollu, për arsye se me emra shqiptar nuk i kanë pranuar si kanë leju. Si kanë pranuar, mirë po. Edhe ata ja kanë gjetë për mua. O gjetë një metodë që ndoshta për një kënd të qytetarëve nuk u kuptu drejt edhe o kesh kuptu, po misioni ka qenë nuk ka desh një për shkollu. Misioni ka qenë shkollimi i brezave që premtojnë për të ardhmen e vendit. Ç'është ka qenë shumë vërtet. Shumë mirë, shumë informata që shumë kush nuk i din. Nuk janë dëgjueshme, nuk janë. Jo, mi lexuosh gjëra më direkt. Qysh e tham edhe para se me fillu në emisionin me bashkënda me qytetarët e tonë, a shkoj informata, sa që na mujna me bërë një cikël të epizodeve për rrëfime dhe ngjarje të veçanta. Na sot kemi kalu vetëm sipërfaqësisht dhe qëllimi jonë, sadopak që e ndam së bashku për audiencën tonë, të nderuar mosafer edhe ndjekës tanë të cilët e keni durimin dhe dashurinë për na ndjek, për të marrë informata prej nesh, është për dhënë një mesazh, një shembull si zoti Skënderi dhe familja Luka, që të gjithë duhet bëjmë për veten tonë. Ta kemi le të njoftimin tonë familjeve tona, të argumentojmë përmes monografive, shkrimeve, dokumentimeve, për arsye se kjo dukuri neve na ka bërë dëm në historinë tonë dhe ekzistencën si popull që jemi. Për arsye se në historia dëshmon, kemi marrë mend shumë, por nuk i kemi shënuar. Andaj unë para se më përmbyll emisionin, do të kërkoj edhe për zotin Skënderit që në këtë çështje, këtë lloj mesazhi, le të na thotë edhe përfund diçka që mendon që është e mirë. Unë tash të ndërhy pozitivisht. Po. Po që jam shtëke ku kom mësu shkrim lexim ku marrë më tërmend. Kur kom mësu shkrim lexim? Ai dhe knim shkrimi knim. Po. Shkrimi. Po knim. Ku kom mësu shkrimi knim ku marrë më tërmend. Kjo është me qatë Kjo është një thonje shumë e bukur, shumë shqipe, dhe me thonë që duhet fillojmë të shkruajmë dhe jo të mojmë mend. Për arsye vetëm kështu e zgjasim jetësinë edhe memorien, kujtesën tonë, si popull, si familje edhe. Andaj, faleminderit për vëmendjen edhe faleminderit zotëri Skënder që gjetët kohën dhe ju ku marrë kohë dhe mund për të ndalë disa informata me nesh. Ideja është thjesht të japim shembuj të mirë, për arsye se shoqënia jonë ka njerëz të mirë, ka njerëz intelektual që dinë për të vlerësuar gjanat, dinë për të lënë diçka të veçantë. Vish letra. Andaj, argumenti bashk, unë dhe Skënderi në kënd me një Kosovën, ju ftojmë të gjithëve të merrni shembull dhe të bëni secili punën e mirëfillt për identitetin e familjeve tuaja. Vetëm kështu bashkë me aq mëshnetshëm mund të ecim përpara. Faleminderit. Faleminderit. Për respektin që e justifikuar, kam nderin të dhuroj një ekzemplar libres me
Knaqësi, ka hapësirë me lezu. Po si jo, me knaqësi. Në respekt mikut tim, Zotit Besnik e shef që nga autorisë dhe rruga. Faleminderit shumë. Dëshiroj sukses. Faleminderit shumë i nderuar dhe ky libër ka qenë edhe arsyeja pse ne jemi taku edhe kemi nda këtë emision përbashkët. Faleminderit. E vlerësoj shumë dhe uroj që kësi libra të ketë sa më shumë të punuar nga qytetar, individ, intelektual. Kem përgjësi. Faleminderit shumë. Merci.